Zoti Albë, në çfarë ka hyrë problemi i Kosovës dhe problemi i shqiptarëve në përgjithësi? Të gjithë jemi dëshmitar se çështja e Kosovës po hapet në mënyrë të vrasht nga vetë agresioni serb që u materializu këto ditë në Drenicë. Në Drenicë nuk zhvillohet lufta për fshatra, po zhvillohet për Kosovën. Në Kosovë nuk zhvillohet lufta për Kosovën, po për Shqipërinë përgjithësi dhe viset shqiptare ku do qofshin ato. Mendoj se në Ballkan pak nga pak po hapet çështja e madhe shqiptare dhe se ne duhet jemi të përgatitën me një strategji unike që të ballafaqohemi me sfidat e kohës. Tashmë ma merr mendje që politika e artikulimit të çështjes po merr fund, duhet të operacionalizojmë këto kërkesa në forma të tjera, qofshin ato ushtarake, ekonomike apo diplomatike. Mendoj se të gjitha potencialet kombëtare duhet të vënë në këtë veprim dhe sa është koha e fundit të mos kaloj edhe ky çast historik pa realizuar atë për çka gjeneratat të tëra kanë luftuar në të kaluarën. Në tubimet protestuese në Tetov dhe në Shkup, shqiptarët e ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë u vunë në përkrahje të vëllezërve të tyre në Kosovë. Ndërkohë, Maqedonia zyrtare me deklaratat që bëri sikur u vu në përkrahje të regjimit okupues serb në Kosovë. Nga ana tjetër, mediat e huaja dhe bashkësia ndërkombëtare e dënoi ashpër dhunën dhe terrorin serb në Kosovë. Si e komentoni këtë? Po them që në Tetov dhe në Shkup u mblodhën mbi 200.000 shqiptarë dhe asnjëherë në historinë politike të Maqedonisë nuk ka pas tubime kaq masive. Them që po ashtu se Kosova i nxori në rrugë në sheshe këta qytetarë të Maqedonisë Perëndimore dhe se ata të gjithë një grush janë me idenë e pavarësisë së Kosovës dhe shpirtërisht janë me Kosovën. Edhe kjo dihet se këto dy regione janë të lidhura historikisht, janë të lidhura me gjak, janë të lidhura edhe me territor. Çdo krizë në Kosovë do të manifestohet drejt për drejt edhe në Maqedoni.